Shpesh na ndodh që pacientët tanë pyesin nëse kemi një problematik me implantet, çfarë ndodh. Dhe pikërisht sot unë doja t'ju shpjegoja një ndër rastet e komplikacioneve që ne kemi hasur dhe kemi patur në klinikën tonë në lidhje me sistemet All-on-4 ose All-on-6. Rasti i pacientit në fjalë, duke qenë se kanë qenë ndër pacientët të hershëm, pati një, të themi, çfiletim. Një çfiletimi është kur proteza ose kur punimi protetik fiks mbi implante mund të çfiletohet, mund të lirohet me kohën, duke shkaktuar një farë lëvizshmërie të tepërt të pjesës së protezimit. Her pas here mund të ndikojë tek tensioni mbi implante dhe mund të çojë edhe në dështim të tyre. Por si menaxhojnë këto raste? Si jepet zgjidhje për pacientin duke eliminuar problematikat dhe duke i rikthyer sërish të funksionalitetit. Rasti në fjalë ishte një pacient i cili pati një dështim të implanteve, sidomos në zonën e regionit distal, duke qenë se edhe kocka ishte me natyrë spongioze, duke patur një densitet pothuajse D3 D4. Në momentin që kemi bërë heqjen e urës, pam që njëri nga implantet pati një lëvizshmëri dhe gjatë lëvizshmërisë së tij në tendencë për ta kapur u zhyt në sinus. Pra, njëra nga komplikacionet e tjera që ndodh në këto raste ishte që implanti vendosur në sinus, krijimi i një fistule oroantrale, pasi ky komunikim është vënë re nga kolegët tanë dhe ka ardhur si rast pas infarkohet tek ne, duke bërë pak më të komplikuar situatën. Duke qenë e tillë, ne ndodheshim para një situate ku 2 ose 3 implante ishin në prag dështimi nga një sistem All-on-6, kemi një implant në sinus, kemi dhe një fistule oroantrale e cila duhet të zgjitet. Të gjitha këto ndërhyrje ne i bëm planifikimin në bazë të skanerëve që kishim. Kjo është edhe rasti në fjalë të pacientit, ku pacienti paraqitet në klinikë. Ky implant ishte shumë i vestibularizuar me një rezorbim kockor dhe një dukje të një hije të zezë në pjesën vestibulare dhe në buzëqeshje kishte një hije. Implanti në nivelin e 16-s ishte shumë i lirë, ishte gati për t'u dalë edhe ky nga kocka, dhe implanti siç e shikoni në zonën e 26, se i cili kishte kaluar nga hapësira ku mund të ishte në pozicionin vertikal, është zhytur brenda në sinus duke krijuar edhe kështu edhe një komunikim oroantral. Ne vendosëm që të bëjmë një ndërhyrje, dhe ndërhyrja konsistonte në një ndërhyrje komplekse, e cila u bën të gjitha në një seancë. U bë hapja e sinusit me dritare laterale, pastrimi të gjithë kavitetit të sinusit, ekstraksioni i implantit të dështuar dhe në të njëjtën kohë mbyllja dhe e fistulës oroantrale duke marrë dhe pedicle graft nga palatumi. Në të njëjtën seancë kemi vendosur edhe një implant në zonën më distalisht, në zonën 27-s, duke parë si më adekuate pjesën kockore, dhe eliminimi ose ekstraksionin e implanteve të tjera të cilat ishin gati problematike dhe vendosin e 2 implanteve të tjera në regionin e parë, ku njëri nga këta ishte implant pterigoid, duke arritur kështu një rezultat shumë të mirë dhe një tork shumë të mirë për të vazhduar me punimin protetik fiks direkt mbas ndërhyrjes kirurgjikale. Pra, pacienti të gjitha këto ndërhyrje i ka bërë brenda një seance, dhe ne brenda 2 ditëve kemi arritur të vendosim punimin protetikor dhe pacienti është kthyer në shtëpi i lumtur pas një lloj komplikacioni. Patjetër që fazat e shërimit kanë shqetësime të veta, por janë relativisht të lehta pas një lloj shqetësimi madhor që mund të jetë problematik për pacientin ose për ne si klinikë.